Përpara se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme që do t'ju prek zemrën, ju lutem lini një like nëse besoni në fuqinë e ndryshimit dhe shkruani në komente çfarë mendoni për sakrificat që bëjnë emigrantët tanë për familjet e tyre. Opinioni juaj është shumë i rëndësishëm për ne. Ora ishte 5:30 e mëngjesit kur Luana Krasniqi hapi syt në dhomën e vogël të apartamentit të saj në periferi të Zyrihut. Drita e ndezur e llambës së rrugës dëpërtonte nëpër perdet e holla, duke e zgjuar edhe para se të binte alarmi. Ajo ishte mësuar me këtë ritëm. 7 vjet në Zvicër kishin bërë që trupi i saj të funksiononte si një makinë e programuar për mbijetesë. Dhoma ishte aq e vogël sa krevati mbunte pothuajse gjithë hapësirën. Një dollap i vjetër druri, një karrige e thyer ku grumbulloheshin rrobat e punës dhe një dritare e vogël që shikonte nga një rrugë e ngushtë betoni. Kjo ishte mbretëria e saj. Në krahasim me apartamentet luksoze që ajo pastronte çdo ditë, kjo dhomë dukej si një kuti shkrepseshësh, por për Luanën kjo ishte shtëpia. E vetmja gjë që ajo mund të lejohej në këtë qytet të shtrenjtë, ku çdo metër katror kushtonte sa paga e saj e tremuarve. Ajo ngrit në kujdes, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Në dhomën ngjitur flinte Besarta, shoqja e saj nga Gjirokastra, që punonte gjithashtu si pastruese në një hotel 5 yje. Muret ishin aq të holla sa mund të dëgjonte frymëmarrjen e saj. Luana kaloi dorën nëpër flokët e zinj, të mbërthyer në një bisht kali të shtrënguar. Ajo u pa shpejt në pasqyrën e vogël që varen mbi lavaman. Fytyra e saj, edhe pse vetëm 32 vjeçe, tregonte më shumë. Rrudhat e holla rreth syve, lëkura e thatë nga detergjentët, duart e ashpra me ngjyrë të kuqërremt. Kjo ishte çmimi i punës së rëndë. Ajo veshi uniformën e saj, pantallona të zeza, bluzë të bardhë dhe këpucët e rehatshme sportive që i kishin shërbyer për 2 vjet. Pastaj mori çantën e vogël me meze, një bukë të thatë, një copë djathtë të bardhë dhe një mollë. Jo shumë, por mjaftueshëm për të kaluar ditën. Në kulm të çantës ishin edhe 2 fotografi, vajzat e saj, Rina dhe Sara, 8 dhe 10 vjeç, që jetonin në Prishtinë me nënën e Luanës. Kur ajo i shikoi ato fotografi, zemra i u shtrëngua. Kishte gati 8 muaj që nuk i kishte parë. 8 muaj që kishte punuar 6 ditë në javë, herë 8, herë 10 orë në ditë, për t'u dërguar atyre para, për t'u mbajtur ato në shkollë, për t'u bler rroba, për t'u paguar gjithçka që ato kishin nevojë. Vajzat i telefononin çdo të diel, por ato nuk e kuptonin se sa e dhimbshme ishte për nënën e tyre të dëgjonte zërat e tyre dhe të mos mund t'i përqafonte. Ajo kaloi nëpër kuzhinën e përbashkët, një hapësirë ngushtë me një sobë elektrike, një frigorifer të vjetër që bënte zhurmë dhe një lavaman plot enë të papastruara. Këtu jetonin 4 shqiptare dhe një vajzë nga Maqedonia e Veriut. Të gjitha në të njëjtën situatë, të gjitha larg familjeve, të gjitha duke punuar punë që zviceranët nuk donin të bënin. Luana doli nga apartamenti dhe zbriti shkallët e errta. Asnjë ashensor. Ndërtesa ishte e vjetër, ndoshta nga vitet e 70, me mure me lagështirë dhe erë muku. Por qiraja ishte më e lirë se kudo tjetër, 850 franga në muaj për dhomën e saj. Jashtë, ajri i marsit ishte akoma i ftohtë. Era e mprekte mëngjesit godiste fytyrën e saj ndërsa ajo ecte me shpejtësi drejt stacionit të tramvajit. Rrugët ishin ende të zbrasta, ndriçuar vetëm nga drita e bardhë e llambave rrugore. Vetëm disa punëtorë të tjerë si ajo, që lëviznin si hije drejt punëve të tyre. Pastruesit, ndërtuesit, punëtorët e fabrikave, njerëzit që e mbajnë qytetin të funksionojë, por që kurrë nuk shihen vërtet. Kur tramvaji arriti, ajo hipi dhe ul pranë dritares. Ndërsa tramvaji lëvizte nëpër qytet, Luana shikonte kokat e ndritshme të Zyrihut që po zgjoheshin ngadalë. Ndërtesat moderne prej Qelçi, restorantet elegante, dyqanet luksoze. Kjo ishte Zvicra e pasur, vendi ku çdo gjë funksiononte me precizion, ku rrugët ishin të pastra si pasqyrë, ku njerëzit jetonin në bollëk, por ky bollëk nuk ishte për të gjithë. Ajo zbriti në lagjen Enge, një nga zonat më ekskluzive të qytetit, ku vilat dhe apartamentet kushtonin miliona franga. Këtu punonin vetëm të pasurit, biznesmenët, avokatët, mjetët, dhe këtu,
Në një nga ndërtesat më të larta, ajo të pastronte sot. Kompania ku punonte, Clean Swiss Solutions, menaxhonte pastrim për 10 ndërtesa luksoze. Luana kishte një listë të gjatë, 8 apartamente që duhej të pastronte sot, nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 5 pasdite, pa ndalim tjetër përveç 15 minutave për drek. Ajo hyri nga hyrja e shërbimit në ndërtesën e parë. Askush nuk e përshëndeti, askush nuk e pa. Ajo ishte e padukshme, si gjithë pastruesit e tjerë. Këtu nuk kishte emra, vetëm uniforma dhe puna që duhej të bërej. Apartamenti i parë ishte në katin e 5, një hapësirë moderne me dritare të mëdha që shikonin nga liçeni i Zyrihut, mobilje dizajneri dhe një kuzhinare e pajisur me pajisje që kushtonin më shumë se paga e saj e një viti. Pronarët nuk ishin në shtëpi, ata ishin larguar herët për punë, por pas tyre kishin lënë gjurmë. Rroba të shpërndara, enë në lavaman, një llavaj në sipërfaqet e mermerit. Luana filloi punën. Ajo veshi dorezat, mori detergjentët dhe filloi të fshinte, të pastronte, të organizonte. Duart e saj lëviznin me automatizëm të përsosur. 7 vjet në këtë punë e kishin bërë eksperte, por ndërsa fërkonte dyshemen me gjunjë, një mendim i hidhur i kaloi nëpër kokë. Unë kam diplom nga universiteti, kam qenë mësuese në Prishtinë, dhe tani jam këtu, duke pastruar ujërat e të pasurve. Por kjo ishte realiteti. Në Kosovë, ajo nuk ishte arritur të gjente punë me pak të mjaftueshme. Burri i saj, Arbeni, i kishte braktisur kur vajzat ishin ende të vogla. E kishte lënë me borxhe dhe me asgjë. Dhe ajo kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së saj, të largohej, të shkonte në Zvicër, të punonte çfarëdo që gjente, që vajzat e saj të kishin një të ardhme më të mirë. Ndërsa pastronte, në dhomën e gjumit ajo pa disa fotografi, një familje e lumtur, një burrë dhe një grua duke buzëqeshur në një plazh egzotik, qëmijë të veshur me rroba të shtrenjta. Ajo ndaloi për një moment dhe ndjeu një copë xhelozie të hidhur. Çfarë do të ishte të jetoje kështu? Të mos shqetësoheshe për qiran, për bukën, për ngrohjen. Por ajo e largoi mendimin dhe vazhdoi. Nuk kishte kohë për lot. Kishte ende 7 apartamente tjera për të pastruar. Ishte ora 11 kur Luana arriti në apartamentin e 5 të ditës. Ky ishte në katin e 10 të një ndërtese të re, plot me teknologji. Hyrja bëhej me një kod digjital dhe çdo gjë brenda ishte automatizuar. Dritat, perdet, madje edhe termostati. Ajo hyri duke mbajtur shportën me detergjent dhe rroba pastrimi. Apartamenti ishte shumë i madh, mbi 150 metra katror, me një dhomë të madhe ndenjeje, një kuzhinar luksoze, 3 dhoma gjumi dhe një balkon që shikonte nga Alpet. Gjithçka ishte e projektuar me shije perfekte, art bashkohor në mure, mobilje minimale, por elegante, dhe një ndjenjë qetësie dhe luksi që mbushte ajrin. Por dikush ishte brenda. Luana e ndjeu këtë menjëherë. Në shumicën e rasteve, apartamentet që ajo pastronte ishin të zbrasta gjatë ditës. Pronarët ishin në punë, në udhëtime, në takime. Por sot dëgjoj një zë. Faleminderit që erdhe. Po pres një telefon të rëndësishëm, por vazhdo punën si zakonisht. Burri doli nga zyra e vogël në anën e salonit. Ishte rreth 45 vjeç, me flok kafe të qethura me kujdes, me një mjekër të shkurtër të mirë mbajtur dhe veshur me një këmishë të bardhë të hedhur dhe pantallona të zeza elegante. Pamja e tij ishte e qetë, por në sytë e tij kishte një intensitet që të bënte të ndiheshe i vëzhguar. Luana u habit pak. Ajo nuk ishte mësuar me pronar që qëndronin në shtëpi gjatë pastrimit. Po, natyrisht, tha ajo me një zë të ulët, duke përkulur kokën lehtë. Do t'jem e kujdesshme të mos ju shqetësoj. Burri buzëqeshi pak, një buzëqeshje të vogël dhe sinqert. S'ka problem. Emri im është Valentin Mehmeti, por të gjithë më quajnë Vali. Kam sapo u zhvendosa këtu para 2 javësh, pra kjo është hera e parë që vjen dikush të pastroj. Luana e dëgjoi emrin dhe u çudit. Mehmeti. Ky ishte një emër shqiptar, por dialekti i tij nuk ishte tipik. Kishte diçka të përzier, si dikush që kishte jetuar në vende të ndryshme. Luana, tha ajo thjesht. Kënaqësi. Vali u kthye drejt zyrës së tij.
por para se të hynte, shtoi. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, më thuaj. Ka ujë dhe kafe në kuzhinar nëse do. Luana filloi punën. Ajo pastroi salonin, kuzhinarën, dhomën e banjës së madhe. Gjatë gjithë kohës, kishte ndjesinë që Vali po e vëzhgonte nga distanca, edhe pse ai nuk e bënte të dukshme. Nga zyra vinin zëra të ulta të bisedave telefonike, të folura në anglisht, pastaj në gjermanisht. Ishte diku nga ora e drekës kur Luana po pastronte kuzhinën. Ajo po fërkonte sipërfaqen e mermert kur dëgjoi zërin e Valit pas saj. Apo hëngre gjë? Ajo u kthye dhe e pa duke u afruar. Në duar mbante një pjatë me fruta të prera dhe një shishe ujë. Unë kam sjell diçka me vete, tha Luana, duke u ndier paksa e shqetësuar. Ajo nuk ishte mësuar me pronar që tregonin këtë lloj vëmendjeje. E di, por frutat është e freskët dhe kam bler shumë, tha Vali duke e lënë pjatën në tavolinë. Mos u lodh kot, më bëj një favor dhe haj një çop. Luana e pa për një moment. Në sytë e tij kishte diçka të sinqert, jo mëshirë, por respekt. Ajo nuk po e trajtonte si dikush i padukshëm. Faleminderit, tha ajo me zë të butë, duke marrë një copë dardhe. Vali u ul në një karrigje pranë tryezës dhe e vështroi për një moment. Sa kohë ke që je në Zvicë? Pyeti ai. 7 vjet. U përgjigj Luana duke lënë lakoren poshtë. Kam ardhur për punë, familja ime është në Kosovë. Vali tundi kokën. E di se sa e vështirë është. Unë kam lindur në Shqipëri, por kam jetuar në shumë vende. Greqi, Itali, Gjermani dhe tani këtu. Kam filluar nga hiçi. Kur isha 20 vjeç, punoja në kantiere. Ndërtoja shtëpi për të tjerët, ndërsa unë vetëm kisha një dhomë të përbashkët me 4 punëtorë. Luana e dëgjoi me vëmendje. Ky burr, që jetonte në një apartament prej milionash, kishte qenë dikur si ajo? Por ja që punova, investova, rrezikova dhe tani kam një kompani ndërtimi që punon në gjithë Evropën, por nuk e harroj kurrë nga vi. Prandaj të respektoj, sepse e di çfarë sakrifice bën njerëz si ty çdo ditë. Luana ndjeu diçka që çuditërisht nuk e kishte ndjer prej kohësh, nderimin, jo mëshirën, por njohjen e vërtet të vështirësive të saj. Faleminderit, tha ajo me zë të butë. Nuk jam mësuar që dikush të më flasë kështu. Kjo është gabimi i kësaj shoqërie. Njerëzit mendojnë se parat i bëjnë më të mirë, por unë kam parë shumë njerëz me para që nuk kanë asnjë dinitet, dhe shumë njerëz pa para që janë më bujar se kushdo. Ai u ngrit dhe u kthye drejt zyrës. Nëse ke nevojë për diçka, më thuaj, dhe mos u nxitoni, bëje punën me qetësi. Luana mbeti ulur për një moment, duke përpunuar atë bisedë. Për 7 vjet, askush nuk e kishte pyetur si ishte. Askush nuk e kishte trajtuar si një person me emër dhe histori. Ajo kishte qenë gjithmonë pastruesja, punonjësja, ajo që pastron, por sot dikush e kishte parë si njeri. Javët e ardhshme Luana shkoi çdo të mërkur për të pastruar apartamentin e Valit, dhe çdo herë ata flisnin. Biseda fillonte gjithmonë e shkurtër, një përshëndetje, një pyetje thjesht, por gradualisht bëhej më e thellë. Një ditë ndërsa Luana po pastronte balkonin, Vali doli me një filxhan kafe dhe u ul një karrige nga qoshja. Si janë vajzat? Pyeti ai. Luana u habit. Ajo kishte përmendur vajzat vetëm një herë, në kalim, dhe ai kishte mbajtur mend. Janë mirë, tha ajo duke buzëqeshur. Rina dhe Sara. Janë arsyeja që unë jam këtu. Sa vjeç janë? 8 dhe 10. Ato jetojnë me nënën time në Prishtinë. Vali tundi kokën. Duhet të jetë e vështirë. Është, tha Luana duke ulur zërin. Më telefonin çdo të diel, por nuk është e njëjta gjë. Ato më pyesin, kur vjen në shtëpi mami? Dhe unë nuk di çfarë t'u them, sepse çdo herë që dua të shkoj, e di ç'do të më kushtoj 3 muaj paga vetëm për biletën dhe kohën që do të jem atje. Vali e vështroi me një shprehje serioze.
ti je duke bërë diçka të madhe për to. Ato mund të mos e kuptojnë tani, por një ditë do ta kuptojnë. Shpresoj, tha Luana, por ndonjëherë ndihem sikur po humbas momentet më të rëndësishme tyre. Po mungojnë ditëlindjet, festimet në shkollë, netët kur ato ka nevojë për mua. Vali heshti për një moment, pastaj tha: Unë kam humbur gjithçka nga ëma ime. Ajo vdiq kur isha 22 vjeç. Ajo punoi gjithë jetën për mua. Pastroi, lau, gatoi për familje të pasura, dhe kur vdiq, gjeta një ditar që ajo mbante. Në të, kishte shkruar: Unë punoj që djali im të mos punoj kur si unë. Ato fjalë më ndryshuan, dhe i dhash vetes një betim. Do të jemi suksesshëm jo vetëm për mua, por për të. Luana ndjeu lotët që po i vinin. Ajo e kuptoi atë dhimbje, sakrificën e një nëne që kurrë nuk njihet derisa është shumë vonë. Fëmijët e tu du ta kuptojnë, vazhdoi Vali, sepse ti po ju jep atyre diçka që shumë nëna nuk mund ta japin, mundësinë për një jetë më të mirë. Ato fjalë mbetën me Luanën gjatë gjithë ditës. Një javë më vonë, ndërsa ajo po mbaronte punën, Vali e thiri nga salloni. Luana, eja këtu për një moment. Ajo shkoi dhe e gjeti duke shikuar drejt dritares, me duar pas shpine. Po mendoj të hap një projekt të ri, tha ai. Do të ndërtoj një qendër arsimore për fëmijët e emigrantëve në Zvicër. Një vend ku ata të mund të marrin mbështetje falas për mësime, gjuhë dhe integrim. Çfarë mendon? Luana mbeti pa fjalë. Do të ishte diçka e mrekullueshme. E di, tha Vali, duke u kthyer për ta parë. Por nuk e di nëse do të funksionojë. Nuk e di nëse njerëzit do ta përdorin. Prandaj po të pyes ty, si dikush që jeton këtë realitet, a do të kishe përdorur diçka të tillë për vajzat e tua nëse ishin këtu? Luana ndjeu semën duke i rrahur fort. Sigurisht, do të kishte ndryshuar gjithçka, sepse integrimi, gjuha, edukimi, këto janë gjëra që na bën të ndjehemi të pranuar, jo vetëm të toleruar. Vali buzëqeshi. Kjo është ajo që doja të dëgjoja. Faleminderit. Në atë moment, Luana ndjen se diçka po ndryshonte. Kjo nuk ishte thjesht një punë më, ishte një lidhje njerëzore. Diçka që ajo nuk e kishte pasur prej shumë kohësh. Kishte kaluar tashmë një muaj nga takimi i parë. Luana kishte marrë një rutinë të re. Çdo të mërkur, pas punës në apartamentin e Valit, ajo nuk nxitonte të largohej. Ndonjëherë Vali i ofronte një kafe dhe ata flisnin për gjëra të vogla, për Kosovën, për Shqipërinë, për sfidat e jetës në Zvicër. Por një ditë, gjërat ndryshuan. Ishte një ditë e ngrohtë prilli. Luana kishte mbaruar punën dhe po mblidhte pajisjet, kur Vali erdhi nga zyra me një shprehje më të rënduar se zakonisht. Luana, mund të ulesh për një moment, tha ai. Ai u habit për ul në koltukun ku ai kishte treguar. Vali ul përballë saj, duke mbajtur duart e tij të bashkuara. Dua të të tregoj diçka, filloi ai. Diçka që pak njerëz e dinë. Luana e dëgjoi me vëmendje. Kur isha 25 vjeç, isha në atë pikë ku nuk dija nëse do të mbijetoja. Pas punës në kantiere u përpoja të hap një biznes të vogël, një kompani ndërtimi, por dështova keq. Humba gjithçka. Borxhet më mbuluan dhe për 6 muaj fjeta në makinë. Luana e pa me sy të zgjeruar. Ky burr që jetonte në luksin më të madh kishte fjetur në makinë? Por kisha një mik, vazhdoi Vali, një burr që punonte në bankë. Ai më dha një kredi të vogël 5.000 franga dhe më tha: "Të besoj, por mos më shkënje." Ato fjalë më ndryshuan, sepse unë ndjeva se dikush besonte tek unë, edhe kur unë nuk besoja më tek vetja. Ai ndaloi për një moment dhe shikoi nga dritarja. Atë kredi e ktheva pas një viti dhe e falenderova, por ai më tha: "Mos më falendero mua, falendero veten tënde. Unë vetëm të dhash një mundësi. Ti ishe ai që e ktheve." Dhe më kërkoi diçka. Kur të jesh në një pozitë të fortë, jepi një mundësi të tillë dikujt tjetër. Luana ndjeu se diçka e madhe po vinte. Dhe tani, tha Vali, duke u kthyer për ta parë. Unë dua ta bëj këtë për dikë. Ai nxori një zarf nga xhepi i tij dhe ja dha asaj. Luana e mori me duar të dridhura. Mos e hap tani, tha ai. Hape kur të shkosh në shtëpi. Luana nuk dinte çfarë të thoshte. Zemra i rrahte fort. Vali,
Nuk di çfarë të them. Mos thuaj asgjë, tha ai me një buzëqeshje. Thjesht pranoje si një mundësi, sepse ti e meriton. Ku Luana u kthye në shtëpi atë mbrëmje, ajo u ul në krevatin e saj dhe hapi zarfin. Brenda kishte një letër të shkruar me dorë dhe një çek bankash. Syri i saj ra tek shuma. 30.000 franga. Luana nuk mund të besonte. Ajo lexoi letrën. Luana e dashur, kjo nuk është mëshirë. Kjo është besim. Unë besoj se ti mund të bësh më shumë jetë se sa të pastrosh apartamente. Këto para janë për të filluar një ëndër që ke. Çfarëdo që të jetë. Një kurs profesional, një biznes i vogël, një mundësi për të kthyer më shpesh tek vajzat. Vendos ti. Ti ke sakrifikuar shumë. Tani është koha të investosh tek vetja. Me respekt, Vali. Luana e la letrën dhe filloi të qante. Ishin lotët e parë të lumturisë që ajo kishte derdhur prej vitesh. Për herë të parë, ajo ndjeu se dikush e kishte parë si ajo ishte vërtet. Jo si pastruese, por si një grua me ëndra, me vlera, me potencial. Luana nuk flinte atë natë. Ajo rrotullohej në krevat, duke menduar për atë çfarë kishte ndodhur. 30.000 franga. Kjo ishte më shumë se ajo fitonte në një vit e gjysmë. Kjo ishte mundësia që ajo kishte ëndruar, por kurrë nuk kishte shpresuar se do të vinte. Por çfarë duhet të bënte me to? Mendimi i parë që i erdhi ishte: do t'i dërgoj të gjitha tek vajzat, do t'i kursej, do t'i bëj të sigurta, do të jenë për arsimin e tyre. Por pastaj, ajo dëgjoi zërin e Valit në kokë. Tani është koha t'i investosh tek vetja. Ajo kuptoi se për 7 vjet kishte jetuar vetëm për të tjerët. Kishte haruar se edhe ajo kishte ëndra, edhe ajo kishte nevojë për diçka më shumë se mbijetesë. Në mëngjes, ajo shkoi në punë siç zakonisht, por mendjet e saj ishin larg. Ajo pastronte apartamente, por mendonte për diçka tjetër. Çfarë do të bënte nëse do të kishte zgjedhje? Në fund të ditës, ajo shkoi përsëri tek apartamenti i Valit. Ai e priti në derë me një buzëqeshje. E lexove letrën, pyeti ai. Po, tha Luana me zë të butë, dhe nuk di çfarë të them. Kjo është shumë më tepër nga ajo që kisha imagjinuar ndonjëherë. Vali e ftoi të hynte dhe ata ulën në sallonin e madh. Nuk duhet të më thuash asgjë, tha ai, por nëse ke nevojë për këshill, jam këtu. Luana mori frym thellë. Unë gjithë jetën time kam dhënë gjithçka për të tjerët, për vajzat, për familjen time, dhe tani, për herë të parë, dikush po më thotë të mendoj për veten time, por nuk e di nëse e meritoj. Vali u përkul përpara. Dëgjoj me kujdes çfarë po të them. Ti e meriton më shumë se kushdo që njoh, sepse ti ke dhënë gjithçka pa pritur asgjë në këmbim. Por tani është koha të marrësh diçka, jo për të qenë egoiste, por për të qenë më e fortë, sepse kur ti je më e fortë, vajzat e tua do të jenë më të forta. Ato fjalë goditën Luanën thellë. Çfarë ke dashur të bësh gjithmonë, por kur nuk e pasur mundësinë? Pyeti Vali. Luana heshti për një moment. Pastaj me një zë të butë, tha: kam dashur të kem një qendër të vogël këshillimi për gra emigrante, një vend ku ato të mund të vinë, të flasin, të marrin mbështetje, sepse shumë nga ne jemi të vetmuara këtu. Nuk kemi askënd për të mbështetur, dhe ndonjëherë thjesht të flasësh me dikë që të kupton, mund të ndryshojë gjithçka. Vali buzëqeshi gjerësisht. Kjo është një ide e shkëlqyer, por është vetëm një ëndër, tha Luana shpejt. Nuk di nga të filloj, nuk kam lidhje, nuk kam eksperiencë në biznes, por ke eksperiencë në jetë, dhe kjo është më e vlefshme. Plus, unë mund të të ndihmoj, jo duke bërë gjithçka për ty, por duke të udhëzuar. Mund të të lidh me njerëz, të jap këshilla, të mbështes. Luana e pa me syt plot lot. Pse po bën këtë për mua? Vali u ngrit dhe shkoi drejt dritares. Sepse dikush e bëri për mua. Dhe sepse besoj se nëse njerëzit e mirë nuk ndihmojnë njëri tjetrin, atëherë çfarë shpresë kemi? Javët e ardhshme ishin të mbushura me takime, plane dhe mendime të reja. Luana filloi të shikonte mundësitë për të hapur një qendër të vogël. Vali e lidhi me një avokate që ndihmoi me dokumentacionin ligjor, me një kontabiliste që e këshilloi për financat dhe me një konsulente sociale që punonte me emigrant. Por më e rëndësishmja ishte se Luana filloi të besonte tek vetja. Ajo regjistroi një shoqat jo fitimprurse me emrin Ura e Shpresës, një emër
që simbolizonte lidhjen mes luftës dhe mundësisë, mes dhimbjes dhe shpresës. Qëllimi ishte i qartë, të ofronte mbështetje emocionale, këshillim praktik dhe një hapësirë të sigurt për gratë emigrante në Zürich. Me mbështetjen e valit, ajo gjeti një hapësirë të vogël për ta marrë me qira. Një zyrë në një ndërtesë në periferi të qytetit. Nuk ishte e madhe, vetëm një dhomë me disa karrige, një tavolinë dhe një kuzhinë të vogël. Por për Luanën ishte fillimi i diçkaje të mrekullueshme. Një ditë, ndërsa ajo po rregullonte hapësirën e re, vali erdhi për ta parë. "Kjo është e bukur," tha ai, duke shikuar rreth rrotull. "Nuk duhet të jetë luksoze, duhet të jetë ngrohtë, dhe kjo është." Luana buzëqeshi. "Shpresoj që gratë ndihen të pranuara të tu. Shpresoj që të dihen se nuk janë vetëm." "Do ta bëjnë," tha vali me bindje. Por kishte një problem. Luana ende punonte si pastruese. Ajo nuk mund ta linte punën menjëherë sepse kishte nevojë për të ardhura për vajzat. Kështu që ajo punoi dy fish, nga mëngjesi deri pasdite si pastruese, dhe pastaj nga mbrëmja në urën e shpresës. Ishte e lodhur. Kishte ditë kur trupi i saj donte të ndalonte, por ajo vazhdonte, sepse dinte se po ndërtonte diçka të rëndësishme. Një mbrëmje, ndërsa ajo po mbyllte zyrën, erdhi një grua, rreth 30 vjeç, me fytyrë të lodhur dhe sy të kuq nga lotët. "Më falni," tha gruaja me një zë të butë. "Mora numrin tuaj nga një shenjë në rrugë. Emri im është Lindita. Jam nga Shkodra. Jam këtu prej 3 vitesh dhe nuk kam me këtë flas." Luana e ftoi brenda dhe i dha një karige. Ato folën për 2 orë. Lindita rrëfeu për martesën e saj të dhunshme, për largimin nga Shqipëria, për punën e vështirë si kameriere, për fëmijën që kishte lënë me gjyshen. Dhe Luana dëgjoi, me zemër të plotë, pa gjykuar, duke ofruar fjalë ngushëllimi. Kur Lindita u ngrit për të shkuar, ajo e përqafoi Luanën fort. "Faleminderit," tha ajo me lotë. "Ju jeni e para që më dëgjon vërtet." Kur Lindita u largua, Luana mbeti ulur për një moment, duke ndjerë një kënaqësi të thellë. Kjo ishte arsyeja. Kjo ishte pse ajo po e bënte këtë. Pas 3 muajsh, ura e shpresës kishte filluar të njihej në komunitetin shqiptar të Zürichut. Fjalët kaluan shpejt. Gra nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut filluan të vinin. Disa vinin për këshilla ligjore, disa për mbështetje emocionale, disa thjesht për të pasur një vend ku të ndihen të dëgjuara. Luana organizoi edhe takime javore. Çdo të shtunë pasdite, gratë mblidheshin për të folur, për të ndarë histori, për të mbështetur njëra tjetrën. Ato gatuanin bashk, qeshnin, qanin dhe ndanin barrën e eksperiencave të tyre. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Një ditë, Luana mori një telefonat nga një grua që kishte nevojë për ndihmë urgjente. Emri i saj ishte Elona, dhe burri i saj e kishte rrahur rënd. Ajo kishte nevojë për strehim të menjëhershëm. Luana veproi shpejt. Ajo kontaktoi një strehim për gra të dhunuara, organizoi transport dhe e shoqëroi Elonën atje. Por gjatë procesit, ajo pa se sa e vështirë ishte për gratë emigrante që nuk dinin gjuhën, që nuk njihnin sistemin, që kishin frikë nga policia. Kjo e motivoi Luanën të shkonte më tej. Ajo filloi të mësonte gjermanisht më intensivisht, të studionte ligjet zvicerane për të drejtat e grave dhe të ndërtonte lidhje me organizata të tjera që punonin në këtë fushë. Por kishte edhe momente gëzimi. Një ditë, Luana organizoi një festë të vogël në urën e shpresës. Një festim për gra që kishin arritur diçka. Një që kishte fituar një punë të re. Një që kishte mbaruar një kurs gjuhe. Një që ishte bashkuar me fëmijët e saj pas vitesh ndarje. Vali erdhi në festë me një dhuratë, një projekcion videoje që kishte përgatitur me fotografi të gjitha grave që kishin kaluar nëpër urën e shpresës. Kur projekcioni filloi, gratë filluan të qajnë, nga gëzimi, nga mirënjohja, nga kuptimi se ato ishin pjesë e diçkaje më të madhe. Vali u fol atyre me një zë të qetë. Çdo një nga ju ka një histori të fuqishme, dhe çdo një nga ju e meriton respektin dhe dinjitetin. Faleminderit që guxua të vini këtu. Faleminderit që guxua të kërkoni ndihmë.
sepse kjo është forcë, jo dobësi. Gratë duart trokitën me lotë në sy. Pas festës, Luana dhe Vali mbetën vetëm në zyrë, duke pastruar. Ti po bën një ndryshim të madh, tha Vali. Vetëm për shkak teje, tha Luana. Pa ty, asgjë nga kjo nuk do t'ishte e mundur. Vali tundi kokën. Jo, pa ty, kjo nuk do të ekzistonte. Unë vetëm dhash një mundësi. Ti je ajo që e bëri realitet. Ishte muaji korrik, kur Luana mori vendimin që kishte pritur prej shumë kohësh. Do të shkonte në Kosovë për të parë vajzat. Me të ardhurat nga ura e shpresës dhe mbështetjen e Valit, ajo arriti të kursente mjaftueshëm për të marrë një pushim prej 3 javësh. Ishte hera e parë në 7 vjet që ajo do të kalonte kaq shumë kohë me vajzat e saj. Dita e nisjes ishte emocionale. Vali e shoqëroi në aeroport. Ktheu e fort, tha ai, dhe jepu vajzave tua një përqafim nga unë. Luana e përqafoi. Faleminderit për gjithçka. Ti më dhe më shumë se para, më dhe besim. Kur ajo zbriti në Prishtinë, Rina dhe Sara ishin duke pritur në aeroport me gjyshen e tyre. Kur ato e pan Luanën, filluan të vrapojnë dhe përqafuan me forcë. Mami, mami, bërtitnin ato duke qarë dhe qeshur në të njëjtën kohë. Luana i mori të dyja në krah dhe qau. Ishin gjotët më të ëmbël që kishte derdhur ndonjëherë. 3 javët në Kosovë ishin magjike. Ajo kaloi çdo moment me vajzat, shëtitën në parkun e qytetit, hëngër nakullore, vizituan të afërmit dhe folën për gjithçka. Rina dhe Sara i treguan për shkollën, për musht, për ëndrat e tyre. Një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në balkonin e shtëpisë së vjetër, Rina pyeti: "Mami, pse duhet t'jesh larg?" Luana e pa me dashuri: "Sepse dua që ju të keni një jetë më të mirë se ajo që unë pata. Dua që ju të mund të studioni, të bëheni çfarë doni, të mos u shqetësoni për para." "Por ne duam të jemi me ty", tha Sara me lot në sy. "E di", tha Luana duke i përqafuar, "dhe një ditë do të jemi bashkë sërish", premtoi. Ajo nuk dinte saktësisht kur do të ndodhte, por për herë të parë ndjeu se ishte e mundur. Kur Luana u kthye në Zyrich, ajo gjeti një mesazh nga Vali: "Eja në apartamentin tim kur të kesh kohë. Kam një surprizë për ty." Ajo shkoi ditën e ardhshme duke u pyetur se çfarë kishte ndërmend. Kur hyri, Vali e priti me një buzëqeshje të gjerë. "Si ishe në Kosovë?" pyeti ai. "Ishte mrekullueshme", tha Luana. "Faleminderit që më dhe atë mundësi." "Mirë", tha Vali, "sepse kam diçka tjetër për ty." Ai e çoi në balkon, ku kishte një dosje të madhe. "Çfarë është kjo?" pyeti Luana. "Hape", tha ai. Luana e hapi dosjen dhe brenda gjeti dokumente ligjore, plane arkitektorore dhe fotografi. Ishte një plan për të zgjeruar urën e shpresës në një qendër më të madhe, me dhoma për konsulencë private, një hapësirë për kurse profesionale dhe madje një kopësht lojrash për fëmijët e grave që vinin. "Vali, kjo është e jashtëzakonshme", tha Luana, duke mos besuar syve të saj. "E di", tha ai, "dhe unë do ta financoj. Kompania ime do të ndërtoj qendrën falas. Ti vetëm duhet të vazhdosh atë që po bën, të ndihmosh njerëzit." Luana filloi të qante. Pse po bën kaq shumë për mua?" Vali u ul dhe e pa drejt për drejt në sy. "Sepse kur isha në fund, dikush besoi tek unë. Vetani që jam në krye, detyrimi im është të besoj tek të tjerët. Ti nuk je vetëm një punëtore e mirë, Luana. Ti je një udhëheqëse, një frymëzim, një shpresë për shumë gra, dhe unë dua të jap mjetet për të bërë më shumë." Luana nuk ishte fjalë. Ajo thjesht e përqafoi, duke qarë lot gëzimi dhe mirënjohje. Muajt e ardhshëm ishin transformues. Luana la punën si pastruese dhe u fokusua plotësisht në urën e shpresës. Ajo punësoi 2 gra të tjera, Besartën, ish shoqen e saj dhome, si asistente administrative, dhe Liditën, si këshilltare sociale. Qendra e re u hap në shtator, një hapësirë e bukur, e ngrohtë, plot dritë. Kishte dhoma për biseda private, një sallë të madhe për takime, një kuzhinë ku gratë mund të gatuan bashk dhe madje një kopësht lojrash për fëmijët e grave që vinin. Në ditën e hapjes, erdhën mbi 100 gra, emigrante nga të gjitha pjesët e Shqipërisë, Kosovës dhe rajonit. Erdhi edhe shtipi profesore dhe disa përfaqësues të qeverisë zvicerane. Luana mbajti një fjalim të shkurtër.
Kjo qendër nuk është vetëm një ndërtesë, është një simbol. Është një vend ku çdo gru që ndihet e vetmuar, e humbur, e injoruar, mund të vijë dhe të di se është e parë, se është e dëgjuar, se ka vlerë. Ne të gjitha kemi histori të vështira, por ne të gjitha kemi edhe forcë. Dhe kur mblidhemi bashk, ajo forcë bëhet e pamposhtur. Gratë duar trokiten në lot në sy. Vali ishte në sfondin e sallës, duke vëzhguar me një buzëqeshje të qetë. Ai nuk kërkoi vëmendje, nuk deshi kredit. Ai vetëm donte të shihte ndryshimin që kishte ndihmuar të krijonte. Por jo të gjithë ishin të lumtur me suksesin e Luanës. Një ditë, ajo mori një letër të ashpër nga një organizatë zvicerane konservatore, që akuzonte urën e shpresës se po nxiste ndarje etnike dhe po krijonte geto emigrantësh. Luana ishte e tronditur, ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se puna e saj do të shijesi diçka negative. Ajo shkoi tek Vali për këshill. Kjo është e zakonshme, i tha ai. Kur bën diçka të mirë, gjithmonë do të ketë njerëz që përpiqen ta shkatërrojnë. Por ti nuk duhet të ndalosh. Duhet të vazhdosh, sepse ata që kanë nevojë për ty janë më të rëndësishëm se ata që të kritikojnë. Por Luana nuk donte thjesht të injoronte kritikat. Ajo vendosi të përballej me to drejt për drejt. Ajo organizoi një takim publik, ku ftoi kritikët, mediat dhe përfaqësues të komunitetit zviceran. Në atë takim, ajo foli qartë. Ne nuk jemi duke krijuar ndarje, ne jemi duke ndërtuar ura. Gratë që vijnë këtu nuk po largohen nga shoqëria zvicerane, po përpiqen të integrohen në të. Por integrimi nuk do të thotë të humbasësh identitetin tënd. Do të thotë të gjesh një ekuilibër, ku respekton vendin ku jeton, por gjithashtu respekton atë nga vjen. Ne jemi këtu për të ndihmuar gratë, të bëhen më të forta, më të pavarura, më të suksesshme. Dhe kur ato janë më të suksesshme, e gjithë shoqëria përfiton. Fjalët e saj u transmetuan në mediat lokale, dhe reagimi ishte pozitiv. Shumë njerëz mbështetën punën e saj dhe kritikat filluan të zvogloheshin. Por testi i vërtet erdhi kur një nga gratë që vinte në qendër, Elona, ajo që kishte qenë e dhunuar nga burri, u sulmua përsëri. Burri i saj e gjeti dhe i goditi në rrugë jashtë qendrës. Luana ishte ajo që i gjeti Elonën të shtrirë në trotuar, me fytyrën plot gjak. Elona, Elona më dëgjo, bërtiti Luana duke thirrur menjëherë ambulancën. Elona u dërgua në spital, por fatmirësisht plagët nuk ishin jetike. Po ngjarja shkaktoi një val frike në komunitet. Shumë gra filluan të dyshonin nëse ishte e sigurt të vinin në qendër. Luana ishte e shkatruar, ajo ndjente se kishte dështuar. Por Vali erdhi tek ajo atë mbrëmje dhe i tha: "Ti nuk e faj për atë që ndodhi. Ti nuk mund të kontrollosh dhunën e të tjerëve. Por ajo që mund të bësh është të sigurosh se Elona dhe gratë e tjera janë të mbrojtura." Luana mori vendim. Ajo punoi me policinë zvicerane për të instaluar sisteme sigurie në qendër, kamera, alarme dhe marrëveshje me policinë që të vinte shpejt nëse dikush raportonte një kërcënim. Gjithashtu, ajo organizoi trajnime për gratë, si të njihnin shenjat e dhunës, si të mbroheshin ligjërisht dhe si të kërkonin ndihmë. Pas 2 javësh, Elona u kthye në qendër, me kokën të mbështjellë me fash, por me shpirtin më të fortë. "Faleminderit që nuk më braktisët", i tha ajo Luanës me lot në sy. "Për shkak teje, unë kam guximin të vazhdoj." Ato fjalë i dhan Luanës forcën për të vazhduar. Një ditë i janarit, Luana mori një telefonat nga Bashkia e Zürichut. Ajo ishte zgjedhur si njëra nga gratë e vitit për kontributin e saj në komunitet. Ajo nuk mund ta besonte. "Kam gabim adres?" pyeti ajo me zë të habitur. "Jo, zonja Krasniqi", tha zëri në telefon. "Ju jeni zgjedhur me vota nga qindra qytetar. Ceremonia do të mbahet në fund të muajit." Kur Luana i tregoi Valit, ai buzëqeshi gjerësisht. "E sheh? Bota po të sheh ashtu siç unë të kam parë që nga fillimi." Ceremonia u mbajt në një sallë të madhe në qendër të Zürichut. Ishin 10 gra që morën çmimin atë vit: doktor, gazetare, aktiviste dhe Luana, e vetmja pastruese e ish pastruese në listë. Kur erdhën radhët që ajo të fliste, Luana u ngrit në skenë me zemër që i rrahte fort. Ajo pa në sallë,
qindra njerëz, mediat, zyrtar të qeverisë, dhe në rreshtin e parë Vali, Besarta, Lindita, Elona dhe 10 gra nga ura e shpresës. Ajo filloi të fliste me një zë të qetë. Unë nuk jam këtu sepse kam bërë diçka të jashtëzakonshme. Unë jam këtu sepse kam pasur guximin të kërkoja ndihmë kur kisha nevojë, dhe pastaj guximin të jap atë ndihmë të tjerëve. Unë erdha në Zvicër si pastruese, dhe kjo nuk është një punë e turpshme, është një punë me dinjitet. Por për shumë vite, njerëzit nuk më shihnin si një person, më shihnin si një vegël, derisa dikush, një njeri i mirë, më pa për atë që jam, një nën, një grua me ëndra, një person me vlerë. Dhe ai besim më ndryshoi jetën. Ajo u ndal për një moment duke e parë Valin, i cili kishte lot në sy. Prandaj po ju them, nëse keni mundësinë të ndihmoni dikë, bëjeni, jo me mëshirë, por me respekt. Sepse ndonjëherë, gjithçka që një person ka nevojë është dikush që të besojë tek ai. Dhe ai besim mund të ndryshojë gjithçka. Salla shpërtheu në duar trokitje. Shumë njerëz ishin duke qarë, të prekur nga sinqeriteti dhe forca e fjalëve të Luanës. Pas ceremonisë, gazetarët e rrethuan. Ata donin të dinin më shumë për urën e shpresës, për Valin, për historinë e saj. Dhe Luana rretheu, jo me turp, por me krenari, historinë e saj të vërtet. Pas ceremonisë, jeta e Luanës ndryshoi përsëri. Ura e shpresës filloi të merrte financim nga organizata ndërkombëtare, nga bashkia dhe nga donatorë privat. Ai u zgjerua. Tani kishte edhe një program për kurse profesionale, për mësimin e gjuhës gjermane dhe për mbështetje ligjore. Por më e rëndësishmja ishte se Luana dhe Vali filluan të shpenzonin më shumë kohë bashk, jo vetëm si mentor dhe nxënëse, por si miq të vërtet. Një mbrëmje Vali e ftoi Luanën për darkë në një restorant të qetë pranë liçenit. Pse kjo darkë? Pyeti Luana me një buzëqeshje. Sepse dua të festojmë, tha Vali. Jo vetëm suksesin tënd, por edhe atë që ne ndërtuam bashk. Gjatë darkës ata folën për gjithçka, për të kaluarën, për të ardhmen, për ëndrat. Dhe në një moment, Vali tha diçka që e çuditi Luanën. Ti më ke ndihmuar edhe mua, e din? Si? Pyeti Luana. Kur të takova, unë isha duke jetuar një jetë të zbrazët, tha ai. Kisha para, sukses, gjithçka që njerëzit mendojnë se ka rëndësi, por nuk isha kuptim. Isha duke punuar vetëm për të punuar, duke fituar vetëm për të fituar. Por kur fillova të ndihmoj, kur pash se si ti ndryshove jetën e atyre grave, kuptova se kjo është arsyeja pse un kam sukses, jo për të bler gjëra, por për të ndryshuar jetë. Luana ndjeu diçka të ngrohtë në zemër. Ti je një nga njerëzit më të mirë që njoh. Jo, tha Vali duke buzëqeshur. Thjesht mësova nga njerëz si ti. Në atë moment, Luana ndjeu diçka që nuk ishte ndjer prej vitesh, lidhjen e thellë me dikë, jo dashuri romantike, por diçka më të thellë, respektin, admirimin dhe mirënjohjen e ndërsjellët. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Një ditë Luana mori një telefonat nga nëna e saj në Kosovë. Luana, Rina është sëmur. Ajo ka nevojë për një operacion. Mjekët thonë se kushton 4.000 euro. Zemja e Luanës ndaloi. 4.000 euro. Ajo kishte para, por të gjitha ishin të investuara në urën e shpresës. Nëse i tërhiqte, qendra do të vuante. Ajo ishte e coptuar. Vajzat apo qendra, familja apo misioni. Ajo shkoi tek Vali dhe i tregoi problemin. Luana, tha ai me njëherë. Ti nuk duhet të zgjedhësh. Unë do të paguaj për operacionin. Vajza jote është për parësi. Por unë nuk mund të pranoj më para prej teje, tha Luana. Tashme ke bëraj shumë. Kjo nuk është për ty, tha Vali. Është për Rinën, dhe ajo e meriton shëndetin e saj. Prandaj mos u mendo më. Do ta transferoj sot. Luana qau nga mirënjohja. Nuk e di si ta shpërblej kurrë. Nuk duhet, tha Vali. Vetëm vazhdo të ndihmosh të tjerët. Kjo është problemi im. Rina u operua me sukses, dhe Luana fluturoi për një javë në Kosovë për të qenë pranë saj. Kur u kthye, ajo vendosi se duhet të gjente një mënyrë për të balancuar më mirë jetën e saj, familjen dhe punën, dhe filloi të planifikonte që të sillte vajzat në Zvicër për të jetuar me të.
Pas 6 muajsh përgatitjesh, letrave dhe procedurave ligjore, Luana mundi së fundit t'i sillte Rinën dhe Sarën në Zvicër. Dita kur ato arritën në aeroportin e Zyrihut ishte dita më e lumtur e jetës së Luanas. Ajo i priti me lule, me lot gëzimi dhe me një apartament të vogël që kishte marrë me qira, jo luksoz, por i ngrohtë dhe i sigurt. Vajzat u përshtatën shpejt. Ato filluan shkollën, mësuan gjermanisht dhe u bën pjesë e komunitetit. Dhe më e rëndësishmja, ato ishin me nënën e tyre. Çdo mbrëmje Luana gatuan me to, ju ndihmonte me detyrat e shtëpisë dhe fliste me to për gjithçka. Pas vitesh ndarje, ato së fundi ishin një familje e plot. Dhe Vali i takoi vajzat. Ai erdhi një ditë për darkë dhe solli dhurata, libra, lodra dhe një çokoladë të madhe. Ti duhet të jesh Vali, tha Sara me entuziazëm. Mami na ka treguar shumë për ty. Vali buzëqeshi. Dhe unë kam dëgjuar shumë për ju. Nëna juaj flet për ju çdo ditë. Gjatë darkës, Rina pyeti. Vali, a je ti i dashur i mamit? Luana u kuqe nga turpi, por Vali vetëm qeshi. Jo, tha ai me një buzëqeshje të butë, por jam një mik shumë i mirë i saj, dhe shpresoj të jem miku juaj gjithashtu. Vajzat u pëlqyen Vali me një herë, dhe nga ajo ditë, ai u bë një figurë e rëndësishme në jetën e tyre, jo si një baba zëvendësues, por si një mbrojtës dhe mbështetës. Me kalimin e kohës, Ura e Shpresës u bë një model për organizata të tjera. Qytete të tjera në Zvicër filluan të hapnin qendra të ngjashme, duke përdorur modelin e Luanës. Luana u ftua në konferenca ndërkombëtare për të folur për integrimin, për të drejtat e grave dhe për fuqizimin e emigrantëve. Një ditë ajo mori një ftesë për të folur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Ajo nuk mund të besonte, nga pastruese në OKB. Kur Vali dëgjoi, ai organizoi një festë surprizë në qendër, ku të gjitha gratë festuan. Ti je shembull për ne të gjitha, tha Elona duke përqafuar. Në OKB, Luana foli përpara qindra delegatëve nga i gjithë bota. Ajo rrëfeu historinë e saj, nga fshati i vogël në Kosovë, tek puna si pastruese, tek themelimi i Urës së Shpresës. Emigrimi nuk është thjesht lëvizje nga një vend në tjetrin, është një udhëtim nga dëshpërimi drejt shpresës, dhe detyra jonë si shoqëri është të sigurohemi se ajo shpresë nuk shuhen, por lulëzon. Fjalët e saj u duar trokitën me zhurmë, dhe pas fjalimit shumë delegat erdhën tek ajo për ta falenderuar dhe për të mësuar më shumë për punën e saj. Por, ndërsa gjithçka dukej se po shkonte mirë, Luana përballi një sfidë të re. Një ditë, ajo mori një telefonat nga Arbeni, ish burri i saj. Ai kishte dëgjuar për suksesin e saj dhe donte të takohej. Luana ishte e tronditur. Pas 10 vitesh heshtje, ai tani dukej. Ajo vendosi të takohej me të, jo për shkak të tij, por për t'i mbyllur ato kapituj të vjetra përgjithmonë. Ata u takuan në një kafe. Arbeni, duke i më i vjetër, më i lodhur, ai kishte humbur peshë dhe kishte shenja të qarta të një jete të vështirë. Luana, filloi ai, e di që nuk kam qenë një burr i mirë. E di që të lash kur kishe më shumë nevojë për mua, por kam dëgjuar për ato që ke arritur dhe jam krenar. Luana e pa me një shprehje të qetë. Arbeni, unë nuk kam nevojë për krenin tënde. Ajo që kam arritur, e kam arritur pa ty, dhe jam mirënjohëse për këtë, sepse më mësove se nuk kam nevojë për askënd që nuk më respekton. Arbeni ul kokën. E di, dhe nuk po kërkoj të kthehem në jetën tënde, thjesht doja të kërkoja falje. Luana mori frymë thellë. Të falenderoj për kërkesën, por falja nuk është për ty, është për mua, që të liroj zemrën time nga barrat e së kaluarës. Kur Luana u largua nga kafeja, ajo ndjeu një peshë të madhe që po largohej nga shpatullat e saj. Për herë të parë, ajo ishte vërtet e lirë. Një ditë dimri, Vali e ftoi Luanën për një shëtitje pranë liçenit. Ishte një ditë e bukur, qielli i kaltër, dielli që shkëlqente mbi ujin dhe era e ftohtë e dimrit. Ndërsa ata ecnin, Vali filloi të fliste.
Luana, ka menduar shumë kohët e fundit për jetën, për të ardhmen, për atë që vërtet ka rëndësi. Luana e dëgjoi me kureshtje, dhe kuptova se gjëja më e rëndësishme në jetën time nuk janë parat, nuk është suksesi, është ndikimi që lë pas, dhe ti më ke treguar se si ta bëj këtë. Ai ndaloi dhe u kthye për ta parë drejt për drejt. Dua të bëj një propozim, vazhdoi ai, jo romantik. E di që ne nuk jemi në atë fazë, por një propozim biznesi dhe miqësie. Dua të krijojmë një fondacion bashk, një fondacion që financon qendra si Ura e Shpresës në të gjithë Evropën. Ti do të jesh drejtoresh ekzekutive dhe unë do të financoj. Bashk mund të ndryshojmë jetën e mijëra grave. Luana mbeti pa frym. Vali, kjo është e jashtëzakonshme, por a je i sigurt? Kjo do të kërkoj kohë, para, angazhim. Jam plotësisht i sigurt, tha ai, sepse ti më ke treguar se çfarë është vërtet e rëndësishme në jetë dhe dua që pjesa tjetër e jetës sime të ketë kuptim. Luana filloi të qante, lot gëzimi, mirënjohje dhe krenar për atë që kishin arritur bashk. Po, tha ajo, pranoj. Ata u përqafuan, jo si të dashuruar, por si partner, si miq, si njerëz që ndanin një vizion të përbashkët. Brenda 6 muajve, Fondacioni Ura e Europës u themelua. Luana dhe Vali punuan së bashku për të identifikuar qytetet ku kishte më shumë nevojë për mbështetje për emigrantët: Milano, Paris, Berlin, Vjena dhe Bruksel. Ata hapën 5 qendra të reja brenda vitit të parë, secila ishte modeluar sipas Urës së Shpresës, hapësira të sigurta ku gratë mund të vinin për mbështetje emocionale, ligjore dhe profesionale. Luana udhëtoi në të gjithë Evropën duke trajnuar stafin e ri, duke takuar gra me histori të ngjashme me të sajën dhe duke folur në media për rëndësinë e integrimit dhe dinjitetit. Një ditë, ajo kthehej nga një udhëtim në Berlin kur telefoni i saj ra. Ishte një numër që nuk e njihte. Alo? Tha ajo. Luana Krasniqi, pyeti një zë femërore. Po, kush është? Emri im është Anna Weber, jam nga Fondacioni Nobel. Po ju telefonoj për t'ju informuar se jeni nominuar për çmimin Nobel të Paqes për punën tuaj në fushën e të drejtave të grave dhe integrimit të emigrantëve. Luana pothuajse ra nga karrikja. Ju po bëni shaka? Jo, zonjë, është seriozisht. Ceremonia do të mbahet në dhjetor. Do të merrni një ftesë zyrtare në javët e ardhshme. Kur telefonata mbaroi, Luana qëndroi ulur në heshtje për një moment, duke u përpjekur të përpunonte atë që kishte dëgjuar. Ajo e telefonoi menjëherë Valin. Vali, nuk do ta besosh, tha ajo me zë të dridhur. Çfarë ndodhi? Jam nominuar për çmimin Nobel të Paqes. Kishte një heshtje në anën tjetër. Pastaj Vali filloi të qeshte, një të qeshur të thellë, të sinqert, plot gëzim. Luana, kjo është e jashtëzakonshme. Unë e dyja që do të ndoste një ditë. Por kjo është çmenduri, tha Luana. Unë jam thjesht një grua nga Kosova që punonte si pastruese. Jo, tha Vali me zë të qartë. Ti je një grua që ndryshoi botën, dhe bota po e njeh këtë. Në dhjetor, Luana, bashkë me Rinën, Sarën, Valin dhe një delegacion nga Ura e Evropës, udhëtuan për në Oslo, Norvegji, për ceremoninë e çmimit Nobel. Vajzat ishin të emocionuara. Asnjëra nuk ishte qenë ndonjëherë në një ngjarje aq të madhe. Mami, ti do të jesh në televizion? Pyeti Rina me syt plot shkëlqim. Duket se po, tha Luana me një buzëqeshje. Ceremonia u mbajt në sallën e madhe të Bashkisë së Oslos. Ishin mbi 1000 njerëz, krerë shtetesh, diplomat, aktivist, gazetar. Kur emri Luanës u shpall, salla shpërtheu në duartrokitje. Ajo ngrit dhe ecte bret skenës. Zemra e saj po rrahte fort, por shpreha e saj ishte e qetë dhe dinjitete. Kur ajo mori çmimin, foli me një zë të qartë dhe të fortë. Kur isha një vajzë e vogël në Kosovë, nuk ëndërroja kurrë për çmime. Ëndërroja për një jetë të thjeshtë, një familje të lumtur, një punë të ndershme, një jetë me dinjitet. Por jeta më mësoi se dinjiteti nuk jepet,
fitohet. Dhe sot, unë qëndroj këtu jo vetëm për mua, por për të gjitha gratë që kanë punuar në heshtje, që kanë luftuar në errësirë, që kanë besuar kur gjithçka dukej e pamundur. Ajo bëri një pauzë dhe shikoi nga vajzat e saj, që ishin duke qarë në rreshtin e parë. Ky çmim është për çdo nënë që ka zgjedhur të largohet nga shtëpia për t'u dhënë fëmijëve një të ardhme më të mirë. Është për çdo grua që është quajtur vetëm pastruese, por që ka zemër prej ari. Është për çdo person që ka besuar se ndryshimi është i mundur. Ajo përfundoi me fjalët. Ne nuk jemi të përkufizuar nga vendi ku lindim, as nga puna që bëjmë. Jemi të përkufizuar nga dashuria që japim, nga ndikimi që lëm dhe nga shpresa që ndezim. Faleminderit. Salla u ngrit në këmbë dhe duart trokiti për minuta të tëra. Kur Luana u kthye në Kosovë për një vizitë, ajo u prit si heroin kombëtare. Qeveria organizoi një pritje zyrtare dhe mijëra njerëz dolën në rrugë për ta përshëndetur. Ajo vizitoi shkollën ku kishte qenë mësuese edhe foli me nxënësit e rinj. Mos mendoni kur se jeni shumë të vegjël, shumë të varfër ose shumë të parëndësishëm për të bërë ndryshim, u tha atyre. Unë erdha nga këtu, nga kjo shkollë, nga ky qytet, dhe nëse unë arrita, ju mund të arrini edhe më shumë. Fëmijët e duartrokitën edhe shumë prej tyre qanin. Luana vizitoi edhe shtëpinë e vjetër ku kishte rritur vajzat. Nëna e saj, tani e moshuar dhe e dobët, e përqafoi me lot. Jam kaq krenare për ty. Ti bëre atë që unë nuk munda kurrë, të ndryshosh botën. Jo nën, tha Luana, ti më dhe shembullin, ti më mësove se dashuria dhe sakrifica janë fuqia më e madhe në botë. Për edhe pas çmimit Nobel, jeta nuk ishte pas sfida. Fondacioni po përballej me vështirësi financiare. Kishte shumë kërkesa, shumë gra që kishin nevojë për ndihmë, edhe financimi nuk ishte gjithmonë i mjaftueshëm. Luana dhe Vali punuan ditë e natë për të gjetur donator të rinj, për të organizuar ngjarje për mbledhjen e fondeve edhe për të siguruar që asnjë qendër të mos mbyllej. Një ditë, gjatë një takimi të vështirë me bordin e fondacionit, Luana ndjeu një dhimbje të fortë në gjoks. Ajo u përpoq ta fshehte, për Vali e vuri re. Luana, je mirë? Pyeti ai. Po, thjesht jam e lodhur, tha ajo. Por ajo nuk ishte mirë. Javët e ardhshme, dhimbja vazhdoi. Dhe në fund, mjeku i diagnostikoi me probleme të zemrës, pasojë viteve të stresit, punës së rëndë dhe mungesës së kujdesit për veten. Mjeku i tha, duhet të ngadalsosh. Nëse vazhdon kështu, zemra jote nuk do ta përballojë. Luana ishte shkatruar. Si mund të ngadalsonte kur kishte aq shumë për të bërë? Por Vali ishte i vendosur. Luana, ti ke dhënë gjithçka për të tjerët. Tani është koha të kujdesesh për veten. Ne do të gjejmë një mënyrë për ta menaxhuar fondacionin pa të shkatruar. Ai organizoi që Luana të merrte një pushim 3 mujor. Vajzat ishin pranë saj çdo ditë, duke u siguruar që ajo të pushonte, të hante mirë dhe të mos shqetësohej. Dhe gradualisht, shëndeti i saj filloi të përmirësohej. Pas rikuperimit, Luana vendosi të ndryshonte qasjen e saj. Ajo nuk mund të bënte gjithçka vetë. Duhej të delegonte, të trajnonte udhëheqës të rinj dhe të siguronte që puna e saj të vazhdonte edhe pa të. Ajo krijoi një program trajnimi për gra të reja që donin të bëheshin aktiviste dhe udhëheqëse në komunitetet e tyre. Ajo i mësoi ato se si të menaxhonin qendra, si të ndihmonin viktimat të dhunës dhe si të organizonin fushata për ndërgjegjësim. Brenda 2 vitesh, kishte mbi 100 gra që kishin përfunduar programin dhe shumë prej tyre hapën qendrat e tyre në vende të ndryshme. Një nga këto gra ishte Elona, ajo që dikur kishte qenë viktime dhunës. Tani, ajo ishte drejtoreshe një qendre në Gjenevë, duke ndihmuar gra të tjera
që po kalonin atë që ajo kishte kaluar. Timë dhe shpresë kur nuk kisha asgjë, i tha Elona Luanës. Dhe tani, unë po ja jap atë shpresë të tjerave. Luana ndjeu një krenari të thellë. Kjo ishte trashëgimia e vërtetë. Jo çmimet, jo njohja, por ndikimi që vazhdonte edhe pas saj. Me kalimin e viteve, lidhja mes Luanës dhe Valit thellohej. Ata kishin kaluar kaq shumë bashk, suksese, dështime, gëzime, dhimbje, dhe në një mënyrë të natyrshme, dashuria filloi të lulëzonte. Një mbrëmje, ndërsa ata ishin ulur në balkonin e apartamentit të Valit, duke shikuar perëndimin e diellit, Vali mori dorën e Luanës. Luana, tha i me zë të butë, e di që kemi thënë gjithmonë se ne jemi partner, miq, por e di, unë ndihem më shumë se kaq. Luana e pa në sy, ato sy të butë, plot respekt dhe dashuri. Edhe unë, tha ajo me zë të qetë. Atëherë, a do të më japësh shansin të bëj të lumtur për pjesën tjetër të jetës? Pyeti Vali. Luana buzëqeshi, një buzëqeshje të thellë, të sinqert, të plot. Po, tha ajo. Ata u martuan një vit më vonë, në një ceremoni të thjeshtë për të bukur, të rrethuar nga vajzat, nga gratë e urës së Europës dhe nga miqtë e tyre më të afërt. Dhe për herë të parë në jetën e saj, Luana ndjeu se kishte gjithçka që kishte dëshiruar: dashuri, familje, qëllim dhe paqe. 10 vjet pas themelimit të urës së shpresës, Luana qëndroi në skenën e një konference ndërkombëtare në Zyri. Ajo tani ishte një figurë e njohur globalisht, një simbol i shpresës, dinjitetit dhe fuqizimit të grave. Por, kur ajo foli atë ditë, ajo nuk foli për suksesin e saj. Ajo foli për të gjitha gratë që kishin qenë pjesë e udhëtimit të saj. Kur fillova këtë udhëtim, isha thjesht një pastruese që donte të ndryshonte jetën e saj, tha ajo. Por tani, unë jam një grua që ka parë fuqinë e bashkësisë, të besimit dhe të dashurisë. Dhe çfarë ka mësuar? Se asnjë prej nesh nuk mund të arrijë vetëm. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për njerëz që besojnë tek ne kur ne nuk besojmë tek vetja. Kemi nevojë për dashuri që na ngre kur rëndohemi. Ajo ndaloi dhe shikoi nga Vali, që ishte duke ulur në rreshtin e tar, me lot në sy. Unë kam qenë me fat që kam takuar një njeri që më pa për atë që isha, jo për punën e mia, jo për paratë e mia, por për zemrën time. Dhe ai besim më dha guximin për të besuar tek vetja. Ajo përfundoi me fjalët: nëse ka një mesazh që dua t'ju lë sot, është ky. Mos e nënvlerësoni kurrë fuqinë e një vepre të mirë, një fjalë e mirë, një ndihmë e vogël, një besim i thjeshtë. Këto mund të ndryshojnë jetën e dikujt, sepse kjo është ajo që më ndryshoi jetën mua, dhe tani është detyrimi im ta kaloj atë ndryshim tek të tjerët. Salla shpërtheu në duar trokitje, dhe kur Luana zbriti nga skena, Vali e priti me një përqafim të ngrohtë. Jam kaq krenar për ty, tha ai. Ne e bëm këtë bashk dhe do ta vazhdojmë bashk. Luana tani ishte 50 vjeç. Flokët e saj kishin filluar të zbardheshin, por sytë e saj ende shkëlqenin me të njëjtin energji e shpresë. Ajo dhe Vali jetonin në një shtëpi të vogël pranë liçenit të Zyrihut. Vajzat e saj, Rina dhe Sara, tani ishin gra të rritura. Rina ishte avokate e specializuar për të drejtat e imigrantëve dhe Sara ishte psikolog që punonte me viktima të traumës. Ura e Evropës tani kishte mbi 30 qendra në të gjithë Evropën dhe kishte ndihmuar 10 mijëra gra. Një ditë, ndërsa Luana po shëtishte pranë liçenit, ajo takoi një vajzë të re, rreth 10 vjeç, me fytyrë të lodhur dhe sy të shqetësuar. Më falni, tha vajza, a jeni ju Luana Krasniqi? Po, tha Luana me një buzëqeshje. Unë jam albana, sapo kam ardhur nga Shqipëria. Nuk kam asnjë, nuk di ku të shkoj, por kam dëgjuar për ju. Kam dëgjuar se ju ndihmoni njerëz si unë. Luana e pa me një shprehje të butë. Kjo vajzë i kujtonte veten e saj 20 vjet më parë. Po, e ndihmoj, tha Luana. Dhe do të fillojmë duke marrë një kafe. Hajde, të flasim. Ndërsa ato ecnin bashk, Luana ndjeu një ngrohtësi në zemër.
Kjo ishte arsyeja pse ajo kishte luftuar, sepse çdo grua meritonte një shans, një mundësi, një besim. Dhe ajo do të vazhdonte ta jepte atë për gjithë jetën. Historia e Luanës nuk është vetëm një histori e suksesit. Është një histori e rezistencës, dashurisë dhe besimit. Është një kujtesë se pavarësisht nga vështirësitë, ne kemi fuqinë për të ndryshuar jetën tonë dhe jetën e të tjerëve. Nëse kjo histori ju preku, ndani atë me të tjerët. Sepse ndoshta, dikush tjetër po kalon atë që Luana kaloi. Dhe ndoshta, ata ka nevojë të dinë se ka shpesë.